Deputeti socialist, emri i së cilit është bërë publik deri në përfundimin e hetimeve, është paraqitur sot në seancën e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku po vazhdon procesi gjyqësor ndaj tij për akuzat e lidhura me abuzimin e tenderave publik. Hetimet e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dosjen ndaj kryetarit të pezulluar të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka hyrë në një fazë të re. Burimet zyrtare konfirmojnë se është thirrur për dëshmuar Plaren Dreca në cilësinë e personit që ka djeni për çështjen. Thirrja ndaj se vjen si pjesë e hetimeve të theduara mbi dyshimet për korrupsion pasiv, shpërdorim detyre dhe fshehje pasurisë në disa kontrata dhe procedura tenderimit të theduara nga Bashkia e Tiranës në vitet e fundit. Ai pritet të japë informacion mbi praktikat e ndjekura dhe vendimarrjen e procesit të prokurimit publik. Burime nga SPAK bëjnë me dije se dëshmia e Ndrecës mund të ndihmojnë në sqarimin e disa veprimeve administrative që nuk kanë qenë objekt shqyrtimi hetimor, sidomos në rastet ku pretendohet favorizimi i operatorëve të caktuar ekonomik. Ndreca, i cili ka mbajtur funksionet të rëndësishme në administratën publike dhe është i njohur për angazhimin e tij në fushën e ligjit, është ftuar nga hetuesit si person që mund të ndihmojë në sqarime teknike dhe procedurale, pa qenë aktualisht dyshuar apo i akuzuar. Ndërkohë, Erion Veliaj ndodhet në masën e sigurisë arrest me burg që nga data 10 shkurt 2025, pas një urdhri të lëshuar nga GJKO për hetime mbi të paktën në raste të dyshuara korrupsioni dhe pasuri të pajustifikuara. Ai ka mohuar akuzat në mënyrë të përsëritur dhe ka kërkuar zëvendësimin e masës së sigurisë, ndërsa mbrojtja e tij ka ofruar dhe garanci pasurore. Hetimet e SPAK-ut mbeten aktive dhe pritet që persona të tjerë të thirren për të dhënë dëshmi, ndërsa ende nuk është bërë publik në një vendim për ngritjen e zyrtare të akuzës ndaj Veliajt apo të përfshirjes së personave të tjerë në hetim.